Që njoftova edhe pak më herët, avokati Arben Langozi është në një lidhje me mua për të folur për dyshimet për grup të strukturuar kriminal brenda Akshit, grupi strukturuar me prokurimet publike avokat, cilët element penal konkrete çojnë SPAK-un në përpilimin e kësaj akuze? Elementët penal që çojnë në përpilimin e kësaj akuze, pikë së pari ka të bëjë me kozgjatjen e veprimeve kriminale. Në rastin konkret, veprimet kriminale nuk është se janë në një kohë të shkurtër, por ato kanë vazhduar në një kozgjatje të teskajshme me qëllim përfitimin e kreut të një organizate përkatëse, që në rastin konkret kanë cilësuar zotin Agasi, por ajo që ngelet më e përputhshme me gjithë provat e deri tanishme është fakti se si ka operuar ky grup i strukturuar kriminal. Të mos harrojmë që grupi i strukturuar kriminal ka vendosur drejtora, ka vendosur politikan, ka vendosur deputet, ka vendosur në pikat më kyçe strategjike të vendit apo të pozicioneve vendet në administratën shtetërore, siç është drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit. Mos harrojmë që drejtoresha e krimit kibernetik tashmë është personën e tim dhe i është sekuestruar dhe celulari. Aty në këtë pikë, në këtë sektor të ri të krimit kibernetik, kemi të bëjmë me një sër veprash penale të cilat, jo vetëm vepra penale, po aty është gjithë burimi i informacionit. Pra, imagjinoje se çfarë kooperimi dhe çfarë strukture ka pasur kjo organizatë kriminale që ka marrë të gjithë burimin dhe informacionin në tërësi. Të mos harrojmë që ditët e sotme është thënë që edhe skandali i sistemit TIMS ka dalë në këto hetime dhe shpresojmë që së shpejti të zbardhet, sepse edhe për këtë rast janë hedhur aludime të shumta, ajo e ka bërë ky, e ka bërë ai, iranianët. Avokat, se po i cek të gjitha temat njëra pas tjetrës, cilat kanë rëndësi të veçantë, TIMS-i, zyrtarë e policisë etj. Tani ti marrim rast pas rasti. Këto kanë bënë me mënyrën se si grupi i strukturuar kriminal është integruar në çdo lloj hallke të shtetit. Për t'i marrë me radhë që t'ja shpjegojmë edhe qytetarëve që edhe ata ta kenë më të qartë. Ku dallon ky rast, avokat, me rastet e tjera, për shembull, të shpërdorimit të fondeve publike që jemi njohur deri më tani? Ky rast dallon te fakti se si krimi organizuar kishte hapur një zyrë në një vend tjetër afër kryeministrisë dhe në atë zyrë vendose çdo gjë, fati, çdo lloj prokurimi publik, mënyra se si do funksiononte, mënyra se si do përfitohesh një prokurim publik. Pra, nuk ka rast më të rëndë se sa një drejtoreshe, një institucioni të rëndësisë kaq të veçantë të shkojnë nëpër zyrat e personave të cilët kanë qenë të dyshuar si pjesëmarrës apo si organizator të një organizate kriminale. Jo vetëm kjo drejtoresh, por dhe shumë drejtor dhe ministra të tjerë kanë qenë pjesë e aferës dhe mënyrës dhe strukturës së kësaj organizate e cila kishte një qendër jo në zyrat e shtetit, nuk funksiononte si një shtet, po funksiononte mbi shtetin. Pra, vetë krimi organizuar kishte shtrirë tentakulat në çdo lloj hallke të shtetit, qoftë në drejtori, policia apo në çdo vend tjetër ku mundet të përfitoheshin fonde publike. Avokat, nga aq sa ju e keni parë dosjen dhe si me syrin tuaj kritik, çfarë elementësh ju tërheqin vëmendjen më së shumti si jurist? Tani elementët që unë mendoj që janë më të rëndë është fakti se si kemi 42 foldera të sekuestruara në serverin e zotit Agasi, ku janë të përfshirë zyrtarë të lartë dhe funksionarë të lartë të politikës, deputet e tjerë. Të gjitha këto afera, për mendimin tim, duhet të zbardhen, duhet të dalin publikisht se kush kanë qenë këto persona që ka marrë pjesë në zyrën e këtij organizatorit botës krimit dhe duhet të vihen përpara përgjegjësisë penale. Ne nuk duhet të kënaqemi vetëm me faktin u vodhën fondet, kjo dihet botërisht sepse po bëjmë që nga viti 2013 kur kryeministri është zoti Edi Rama, që unë e kam cilësuar shpeshherë që është ky kreu i organizatës kriminale, sepse në çdo fushë kemi tjetërsim dhe edhe vjedhje të fondeve publike, por
ajo që është më e rëndë dhe që duhet të çohet deri në fund, që të zbardhen të gjitha provat, duhet të jenë 42 foldera. Çfarë përmbajnë këto 42 foldera? Kush është i përfshirë? Çfarë aferash korruptive dhe kriminale kanë ndodhur? Dhe pse nuk janë bërë publike dhe pse nuk vjen përpara përgjegjësisë këto autor? Ne nuk duhet të kënaqemi vetëm me Zonjën Karçanaj. Duhet të shikojmë edhe më tej. Kush është i përfshirë dhe kush ka marrë pjesë në këtë organizat? Sa drejtor janë vendosur nga krimi organizuar dhe çfarë veprimesh tjera ka bërë krimi organizuar, sepse zyrat e kryeministrisë nuk janë më tashmë te kryeministri Rama, po janë te zyra e Agasit. Dhe kjo është e rëndë, dhe kjo për mendimin tim është ngjarja më e rëndë që ka pllakosur shtetin shqiptar në të gjithë historinë e tij, sepse krimi organizuar asnjëherë nuk ka qenë kaq thellë sa në këtë rast. Të merren drejtorë dhe drejtoresha, ministrat në zyrën e Agasit, i bën presion, pse? Sepse duan përfitoj fonde dhe të mira monetare. Unë se kuptoj se çka ka qenë kjo Mirlinda Karçanaj. Çfarë ka qenë kjo? Që ka qenë kaq intelektuale që zoti Rama e ka mbajtur kaq afër dhe kaq pranë qeverisë dhe i ka dhënë gjithë të ardhura. Pra ato nuk kanë qenë gjë tjetër, thjesht vetë disa kukulla të vendosura nga krimi organizuar me qëllim përfitimin. Dhe unë mendoj rast më të dhe prova më të mjaftueshme se të zbardhet kjo organizat kriminale, se sa në këtë rast nuk mendoj se do ketë. Është me zë, me figurë që politikan, deputet, ministra dhe drejtor janë të implikuar në këtë dosje dhe duhet vjen përpara përgjegjësisë. Se unë po bëj javë që dëgjoj që u morën kaq fonde, u morën aq fonde. Këto dihet, nuk është tashmë një risi. Këtu kemi risi. Kush ka qenë nga shteti dhe pushteti pjesë e këtij krimi të organizuar që është e provuar dhe nuk duhet ta anashkalohet kjo gjë. Unë mendoj tjetër gjë, që duhet hetimet të zgjerohen në çdo lloj prokurimi publik që ka bërë kjo drejtoresh, sepse kjo nuk është drejtoresha e shtetit shqiptar, po është drejtoresha e krimit organizuar, e vendosur në institucionin më të rëndësishëm të vendit tonë. Duhet hetohet dhe të vihet përpara përgjegjësisë për gjithë ato skandale, për gjithë pasurdet e sistemeve shtetërore që kanë nxjerrë shesh, me shërbim informativ, me të tërë informacionet. Pra mendoj që këto nuk kanë ndodhur rastësisht. Unë mendoj që krimi organizuar i ka vendosur me qëllim shkatrimin e informacioneve sekrete, shkatrimin e të gjitha të dhënave përkatëse, të kontrollohet sa herë dhe kush janë emrat që janë kontrolluar nga krimi organizuar në gjithë sistemet e qeverisë shqiptare. Pra dalin qartë, sepse tashmë elektronika lë vend për të kontrolluar. Dhe unë vlerësoj që nuk ka ngjarje më të rëndë se kjo. Nuk mund mjaftohemi, u arrestuar Mirlinda, u arrestuar. Cihet Mirlinda? Avokat, janë sekuestruar 6 procedura. Çfarë do të thotë në kontekstin e kodit penal sekuestrimi i 6 procedurave? Procedura janë sekuestrimi 6 dosjeve, cilat janë dyshuara për veprime korruptive. Unë dyshoj edhe më tej. Nuk janë vetëm ato, pa ato ndërlidhe me provat të tjera, janë 29 milion euro sipas atyre që pretendohet se janë konstatuar deri tani. Tani kemi akoma më tepër, kemi rreth 700 milion euro të dhëna nga Akshi, të cilat unë para një viti e gjysmë ka bërë kallëzim për këtë rast, së bashku me një qytetar tjetër. Dhe aktualisht dosjet janë bashkuar. Kemi mbi 700 milion euro taksat qytetarëve shqiptarë që janë dhënë krimit organizuar. Kjo duhet hetohet. Mendoj se po hetohet, sepse tashmë po bëjmë rreth një vit e gjysmë që prokurori Elvin Gogaj ka hetuar dhe vijon të hetohet nga prokurorë të tjerë. Janë ndërlidhur provat dhe shpresoj që kjo çështje të vihet përpara përgjegjësisë. Nuk mundet që anëtarët të krimit organizuar të marrin qytetar mes rrugës dhe të bëjë presion për atë që denoncojë. Dhe kjo është e tmerrshme mes ditës, pa asnjë lloj uniforme, pa asnjë lloj veshje që të fshinin fytyrën, mes ditës dhe në mes sheshit. Ku e gjeni këtë mbështetje? Normalisht te shteti shqiptar, te organizatorit, te ky Edi Rama që ne e bëjmë sikur është i pafajshmi i Republikës, që ky ta mbledh të gjithë këto organizator. Të mos harrojmë Arben Ahmetaj, pa kohë parë, ka denoncuar që Edi Rama së bashku me Agasin konsumoi verë 33.600 euro shishja. Ja ku e kemi verën. Pra Arben Ahmetaj e denoncoi dhe fakti është. Kështu që pse nuk shkohet më tej? Pse nuk shkohet te kryeministri Edi Rama? Është vënë theksi në dosje tek përgjegjësia e anëtarëve të KVO-ve. A mendoni se do të ketë akuzë penale për anëtarët e KVO-ve? Po, nëse do arrijmë të shkojmë te anëtarët e KVO-s,
nuk mendoj se po arrim të zbardhin të vërtetën. Po. Kush i ka dhënë një biznesmeni 11-12 milion euro në mes të Tiranës, që ka me ato lek ndërtoi një kull shumë katëshe. Kush ja dha? Me urdhët e Edi Ramës është dhënë, ka dalë mesazhe në përgjime. Nuk mund të kufizohemi vetëm të anëtarët e KV-s. Ne duhet të fokusohemi kush ka ndikuar që i ka dhënë këto fonde. Nuk i ka dhënë Milinda pa miratimin e saj. Dikush i ka thënë, dikush i ka fryt, dikush e ka uzuar që të japi këto fonde. Dhe është vetëm një, se nuk i kalon as i fond pa miratimin e të madhit fare, që është Edi Rama. Kështu që mendoj që hetimet duhet shtrihen deri atje. Unë e kam thënë dhe ritem, u vendos drejtori i ri, u arrestuan kaq, këto janë thjesht statistika që nuk i shërbejnë shtetit tonë. Shteti dhe spaku. Avokat, si e pat dëshmin e zotit Geron Meçe, biznesmenit? Ai është rëmbyer, e shohim në dosje, dhe me aq sa dini ju, domethënë çfarë ka ndodhur në këtë lloj raste, si është kryer të tilla veprime si rrëmbim personit, për çfarë grupi jemi duke folur? Po grupi të prezantohesh në emrin e Spakut, të shkosh Spakut ti marrësh verën, ti marrësh prova materiale, ti marrësh Shteti Shqiptar pagesat. Normal, të gjithë janë rrezik, edhe ne që flasim jemi rrezik në raste të tilla. Kështu që nuk ka pushtet më absolut se një person ta marrësh mes ditës, të komandosh një drejtor apo zëvendës drejtor policie dhe të mos merre masa dhe të mos zbardhet ngjarja, unë mendoj janë ngjarje shumë të rënda, ngjarje të tilla, që nuk ka ndodhur asnjëherë në Shtetin Shqiptar. Ne kemi parë në demokraci grupe kriminale të ndryshme, por deri në këtë pikë nuk mendoj se ka qenë ndonjëherë shteti jo. Kështu që vlerësoj, unë e vlerësoj edhe për guximin zotrin që ka marrë guximin dhe i ka vajtur dhe ka bërë dhe kallëzimi për katës pranë strukturës posaçme. Dhe aty janë integruar më pas dosjet me njëra tjetrën që janë ndërthurur. Kështu që vlerësoj që ky grup është shumë i fuqishëm. Çfarë rëndësie kanë filmimet e kryera në zyrën e biznesmenit Agasi? Po ka rëndësi sepse nëse do të zbardhen ato, aty do kemi deputet, do kemi drejtor të përgjithshëm doganas, drejtor të përgjithshëm policisë shtetit, drejtor të përgjithshëm gjithandej që kanë qenë pjesë e bisedimeve, madje nga informacioni që unë kam pasur, ka dhe me ministra apo dhe me drejtoresha të rëndësishme të Shtetit Shqiptar kanë kaluar dhe më tej, kanë bërë dhe orgji në këtë zyrë. Kështu që unë vlerësoj që të zbaren gjitha këto se në çfarë niveli është vendi jonë. Nuk e ka mendje njeri të merret me hipotekat e qytetarëve, sepse krimi organizuar dhe drejtoreshat janë të zëna dhe të zyra e Agasit. Nuk e ka mendje njeri të merret me asnjë lloj pune të Shtetit Shqiptar, sepse të gjithë e kanë mendje si përfitojnë nga taksat e qytetarëve shqiptarë. Dhe nëse do zbardhen këto përgjime apo këto filmime që janë bërë në zyrën e këtij shtetasi, do jetë tronditje për vendin tonë, sepse nuk është se kemi një individ të përgjuar. Nga informacionet që unë kam zyrtare, është se ky shtetas, pasi të rriste në zyrë drejtor apo drejtoresha të ndryshme apo ministra, i bënte edhe shantazh duke thënë se ja ku je. Pra, pasi korruptonte, sepse ka shumë video korruptive që kanë përfituar pagesa në këtë zyrë, i bënte shantazhe të ndryshme më pas që do vendoste drejtor dogane, do vendoste drejtor të ndryshëm në vende të ndryshme të institucioneve shtetit shqiptar. Pra ka qenë një organizatë e cila vepronte jo vetëm në bazë të përfitimeve të palishme, por dhe në bazë të shantazheve që shantazhonte të gjithë të qeverinë e famshme të kryeministrit tonë. Kur flasim për flitet që në zyrë ka qenë dhe edhe kryeministri. Kështu që i përket Spakut tashmë që të na tregoj nëse ka qenë apo jo. Nga informacionet që unë kam, edhe kryeministri ka qenë në zyrën e Agasit. Kështu që të zbardhen këto. Avokata, dyshon se është cënuar siguria kombëtare dhe a duhet që të mblidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare? Është alarm për institucionet dhe strukturat inteligjente? A duhet mobilizohet presidenti? Çfarë mendimi ke për këtë lloj rasti? Kush president do mobilizohet se po vjen për qeshur tani? Ai që shiti trojet shqiptare që na ka dhënë president tani, ai tradhtari i kombit që ne e quajmë president, ai që ka shitur marinën, a mundet presim ne nga një njeri që është peng i oligarkëve që ka shitur vendin tonë? Ne s'mund presim nga ai. Normal, vetmja gjë që ne
duhet kemi besim sot për sot është prokuroria e posaçme që shpresojmë edhe ajo të mos i mbyllet goja, të mos jetë penge e një kryeministri. Ta hetoj këtë kryeministër, sepse unë e kam thënë dhe ritem që mbarvajtja dhe historia e prokurorisë posaçme nuk do jetë as me Nureddin Dumanin, as me Elton Qynon, as me persona të tjerë, po do jetë nëse ajo do arrijë të hetojë atë që ka për detyrë kreu e qeverisë, që kemi të konstatuar 1 miliard euro në vit vjedhje nga kontrolli i lartë i shtetit. Nëse ne do arrijmë këtë, atëherë po. Ne nuk mund të presim nga parlamenti, nga presidenti, nga këshilli kombëtar. Ku ka këshill këtu në Shqipëri? E kush e komandon këtë këshillin? Nga ai Ajduti që e kemi vënë president, që shiti limionin e Sarandës ja u dha oligarkëve. Apo nga Olta Xhaçka, nga kush do presim ne që të mblidhet Këshilli i Sigurisë Kombëtare? Nuk ka Këshill Sigurie Kombëtare, sepse Këshilli i Sigurisë Kombëtare është në dorë të krimit organizuar, sepse të gjithë janë të implikuar ata që duhet ta mbrojnë vendin tonë. Të mos harrojmë shërbimi informativ i ka të gjitha të dhënat në Google. Ne dim kush janë te shërbimi informativ që do të jenë sekret. I dim gjithë publiku. Të futen në Google, i kanë nxjerrë Agasi bashkë me Mirlindër në emrat sa e kanë pagën. Kështu që ne mos shpresojmë për Këshill Sigurie Kombëtare. Unë i betire, jo vetëm prokurorisë posaçme, që unë kam besimin tim, po se edhe ata janë njerëz, mund të kenë edhe ata problematikat e tyre, presionet e tyre, por i betire çdo lloj prokurori i Republikës së Shqipërisë, sepse nuk e ka pengesë një prokuror i Kuksit, një prokurori i Gjirokastës të hetojë çështje kur hyn ndjeni. Kështu që vetëm kjo organizatë do shpartallohet vetëm me prokuror të guximshëm, edhe me gjykata, sepse me president, Hajdut, tradhtar, e si ai generali Bardhyl Kolçaku që firmosi dhe çon atje në Europë, marrëdhënie me Europën në ambasadë, nuk bëhet Shqipëria. Sepse jo pa qëllim i marrin dhe i vendosin në poste kyçe Mirlindën, avokatin e popullit, atë tjetrin Kolçakun, apo edhe presidentin e Republikës. I marrin me qëllim që të mbyllin gojë dhe të firmosin atëherë kur i duhet organizatave kriminale. Avokat, nuk vlerësoj që Shqipëria është për të ardhur keq. Avokat, gjithë një kënaqësi biseda me ju përshëndes. Faleminderit dhe për ju. Ju përshëndes, jeni i vetmi zë që sot nuk keni censuruar. Keni folur për këtë problematikë se është shumë e rëndë. Unë ju dha një sy para se të futesha në studio, të gjithë mediat e tjera kanë heshtur, përveç jush. Informimi publikut është detyrë parsore e çdo gazetari. Ju faleminderit, avokat. Faleminderit dhe ju.